TikToku është veç platformë edhe shumë mirë që Ina shfrytëzon mënyrën e vet, po nuk mundet tash tipse je ndjekur në rrjetet sociale, je ndjekur veç në rrjetet sociale. Nuk mundesh me marrë profesionin e gazetarit që është çaq i shenjtë, edhe me marrë një kamerë, telefonit, këtë rast, me marrë një mikrofon, edhe veç pse ke bo fam TikTok, me dalë edhe mi pyet qytetarë çfarë do pyetje që në fund qytetarë po dëmtojnë mas shumë ti, kështu që kjo po më pengon. Do të ndërlidhet edhe me thanjen tone. Sot kemi më shumë njerëz që flasin para kamerës se sa njerëz që dinë çfarë po thonë. Po ndërlidhet me çato që shumë mirë sot që ekzistojnë rrjetet sociale dhe mund si gazetare në televizion më ndihmojnë shumë, po të njëjtën kohë kanë edhe atë anën e keqe. Patëm fjalën për TikTokun, ka plot shumë njerëz, shumë gazetarë kolegë tinës që sot e bojnë profesionin e gazetarit edhe që ajo po ndikon që njerëz pastaj me ndryshu edhe perceptimin për gazetarin përgjithësi, edhe dim që e denderimit gazetaria është profesion shumë i vlefshëm edhe të kaluar nuk kanë njerëz që kanë respektuar shumë profesionin e gazetarit. Edhe mendoj që çdo rrjetet sociale kanë bërë pak si me degradu profesionin edhe që njerëz sot me i shajt gazetarët në rrjetet sociale, e që në fakt që ata që e bojnë ç't punë, ata e ushtrojnë profesionin e gazetarit, por në fakt nuk janë gazetarë. E mendoj që duhet me pas pak ma shumë kujdes ti mundesh me shfrytëzu si platformë tondën edhe me përfitu qysh po thot Ina, por nuk mundesh me dalë me marrë mikrofonin edhe ma marrë punën mu. Po, a ndirë ndonjëherë keq kur e sheh dikush që nga TikToku ka dalë edhe sot e ke në ekran edhe është prezantuese, ka marrë një format ndoshta që te ke ndru. Jo, Inati nuk më vjen, se edhe jam që njerëz të më ndjej kontrat e veta, pa marrë parasysh se qysh, po nuk mundesh mu cilësu dhe mu thirr në emër të gazetarit. Edhe për shembull këtu te TikToku, biles janë shumë emisione që janë shumë të shikume, edhe janë më shumë se emisionet që jepen në televizion. Kështu që pak që kjo më pengon, po prap se cili i ka qëllimet e veta edhe mënyrën që ai don me arrit diçka. Po nuk mundesh se me gjiku kur në krejt botën ndoshta podcastat ju mbo çaq famshëm sa i kalojnë edhe shikueshmërinë e emisioneve që gjenden në ekran. Përderisa e ka një talent, pse jo, mos u zhvillu. Ajo profesionale dhe produktive. Ato klikime vijnë për diçka. Po nuk është esenca është prap tash te klikimet me rrjetet sociale. Te gazetaria tradicionale kështu që për hir të vërtetës duhet me pranu gjithë bashkë që diskursi ka ndryshuar, ka ndryshuar edhe gazetarin shumë profesionale, siç e quajtet ti. Ma nuk jetojmë në kohën as të bërit gazetarin në mënyrë tradicionale. Sot platformat online si TikToku në këtë rast e diktojnë shumë edhe gazetarin edhe të bërit senzacion. Unë jam shumë pro hapjes, jam shumë pro që njerëz nga platforma si TikToku që kanë një impakt shumë të madh në atë rrjet social me orë në televizion.